Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Pas protestave në Prishtinë dhe në Hag, veteranët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës kanë thirrur protestën e radhës mbar shqiptare më 17 tetor në orën 17 në sheshin Skënderbej në Tiranë. Kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hysni Gucati, tha se edhe me këtë protest do të përçohet mesazhi kundër padrejtësive që po u bëhen krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duke kërkuar liri për ta. Ndërkaq të premten dhe të shtunën, rrugët e kryeqytetit të Shqipërisë u mbushën me pankarta në mbështetje të krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kategoritë e dalën nga lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, pas protestave të mbajtura në Prishtinë dhe në Den Haag të Holandës, kanë vendosur që protestën e radhës të organizojnë në kryeqytetin shqiptar në Tiranë. Arsyet janë të qarta dhe tashme të njohura për opinionin publik. Padrejtësia që po ushtrohet në gjykatën speciale kundër ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ne, bashkëqytetarët dhe përfaqësuesit e kategorive të dalura nga lufta, shprehemi njëje të përhershme për qeverinë e shtetit shqiptar për kujdesin dhe për krajen e vazhdueshme të kësaj çështje madhore kombëtare. Mesazhi ynë është i thjeshtë dhe i qartë. Drejtësi për çlirimtarët kundër padrejtësisë që po bëhet atyre. Prandaj sot, nga kjo tërheqje, ju drejtohemi të gjithë shqiptarëve, kudo që jetojnë, veprojnë, parti politike shqiptare, sidomos Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni, bashkohuni me ne në këtë protestë paqësore në Tiranë. Kjo nuk është vetëm çështje e disa individëve, por është çështje e të gjithë neve, është çështje e dinjitetit, sakrificës dhe e vërtetës sonë historike. Një të ngrihemi të gjithë si një zë i vetëm për të kërkuar drejtësi për çlirimtarët tanë dhe për të kundërvijë padrejtësisë. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag është anuluar seanca e planifikuar për sot në gjykimin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit. Në njoftimin e dhomave të specializuara nuk janë bërë të ditura arsyet e anulimit përderisa është njoftuar se gjykimi do të rifillojë të martën në orën 9. Ndërkaq nga 15 shtatori, mbrojtja ka filluar me paraqitjen e provave të dëshmitarëve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë vendim për emrimin e mbi 15.000 antarëve të këshillave të vendvotimeve të rregullta, atyre me kusht dhe antarëve rezervë për zgjedhjet komunale. Arianit Elshani, udhëheqësi i Këshillit për operacione zgjedhore, ka thënë se 3 komuna përbëhen nga 6 antarë, ndërkaq komunat e tjera me nga 5 antarë. Gjithashtu është marrë vendim për miratimin e procedurës standarde të veprimit në lidhje me të drejtat dhe detyrat e vëzhguesve të akredituar në zgjedhjet lokale. Gjithsej për këto zgjedhje do të jenë 948 qendra të votimit me 2625 vendvotime, prej cilave 910 për votimin e rregullt me 2571 vendvotime dhe 38 për votimin me kusht me gjithsej 54 vendvotime. Ju apërcjellim tani të tjera zhvillime të ditës. Nesër përfundon masa e përkohshme e vendosur nga Gjykata Kushtetuese e Kosovës, e cila që nga 5 shtatori ka pezulluar të gjitha veprimet dhe vendimet e deputetëve të Kuvendit të Kosovës, duke përfshirë edhe procedurat për formimin e qeverisë. Kjo masë ishte ndërmarrë pas ankesës së paraqitur nga lista serbe, e cila kontestoi mënyrën e zhvillimit të seancës konstituive të Kuvendit. Gjykata Kushtetuese konsideroi se ishte domosdoshme që të ndaloheshin të gjitha veprimet e mëtejme drejt zgjedhjes së qeverisë dhe vazhdimit të punës së Kuvendit në mënyrë që të mos cenohet rendi juridik dhe demokratik në Kosovë. Prokuroria Speciale në bashkëpunim me Policinë e Kosovës kanë realizuar të hënën një urdhër kontrolli në objektin e kompanisë rajonale të ujësjellësit Gjakova dhe në shtëpinë e të dyshuarit Hasan Krasniqi, kryeshef ekzekutiv i kësaj kompanie. Hetuesit policor dhe Drejtoria e Krimeve Ekonomike kanë kryer bastisje në kuadër të hetimeve që janë duke u ndërmarrë për të gjitha dyshimet që janë objekt i hetimit penal. Gjatë operacionit policor janë sekuestruar prova materiale të cilat do të shërbejnë si prova relevante për rastin. Hetimet po zhvillohen për shkak të dyshimeve për kryerjen e veprave penale, keqpërdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar, falsifikimi dokumentit zyrtar,
shmangje nga pagesa e tarifave të detyrueshme doganore ose tarifave akcizore, konflikti interesit dhe keqpërdorim dhe mashtrim në prokurim publik. Prokuroria themelore në Prizren ka ngritur akt akuzë kundër të pandehurit EB, i cili gjendet në masën e paraburgimit nga data 11 gusht e këtij viti për shkak të dyshimit bazuar se ka kryer veprat penale, vrasje e rënd dhe mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. Sipas akt akuzës, i pandehuri më 10 gusht vitit 2025 në lagjen Tusus në rrugën Lapidari në Prizren me dashje ka privuar nga jeta viktimën HŠ pas një ngjarje të organizimit të një përleshje mes qenëve. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka takuar në New York kongresistin amerikan Mike Lawler, antar i Komitetit për Punë të Jashtme në dhomën e përfaqësuesve. Zyra e kryeministrit njofton se në fokus të bisedimeve ishte thellimi i partneritetit ndërmjet Kosovës dhe SBA-s rreth bashkëpunimit ekonomik, investimeve të huaja dhe shkëmbimeve tregtare. U diskutua gjithashtu roli i diasporës shqiptare dhe progresi i Kosovës në ekonomi, demokraci, siguri dhe sundim të ligjit. Kongresisti njoftoi se do t'i bashkohet Kaukazit të çështjeve shqiptare në Kongresin Amerikan, duke theksuar angazhimin për mbështetjen e Kosovës. Gjatë qëndrimit atje, Kurti takoi përfaqësues dhe antar të rrjetit të profesionistëve dhe sipërmarrësve shqiptar, APEN, si dhe drejtues dhe antar të shoqatës PEA në New York. Në bashkëbisedim me ta, kryeministri shprehu mundësinë e thellimit të bashkëpunimit mes të dyja vendeve. Zëvendës kryeministri në detyrë Besnik Bislimi ka pritur ambasadorin e ri të Slovenisë në Kosovë, Borut Blaja. Ata diskutuan rreth procesit të integrimit evropian të Kosovës, por edhe rreth ecurisë së dialogut. Bislimi tha se Kosova vazhdon të ketë objektiv kryesor marrjen e statusit vendit kandidat, derisa theksoi se Serbia vazhdon të luajë rol destruktiv në procesin e dialogut, duke u tërhequr nga marrëveshja bazike dhe aneksi i Ohrit, si dhe duke bllokuar formimin e komisionit përbashkët për personat e zhdukur me dhunë. Edicionin e vazhdojmë të tjera lajme. Njësia B2 e termocentralit Kosova B ka rifilluar operimin të dielën mbrëma, para afatit të parashikuar më 4 tetor. Sipas njoftimit të Korporatës Energjetike të Kosovës, projekti i rehabilitimit dhe modernizimit të turbinës u realizua në bashkëpunim me General Electric dhe me ekspertët vendor të Kekut. Kek thot se modernizimi rrit kapacitetin prodhues, përmirëson efikasitetin dhe siguron stabilitet energjetik, duke sjellë kursime financiare dhe qëndrueshmëri në furnizim me energji për vendin. Tani një lajm nga shëndetësia. Ministria e Shëndetësisë ka siguruar 85.000 dozat vaksinave kundër gripit sezonal, ndërsa vaksinimi pritet të nisë nga java e parë e tetorit. Vaksinat tashmë ndodhen në depo dhe do të shpërndahen në të gjithë vendin. Sipas ekspertëve, më të rrezikuar janë të moshuarit, gratë, shtatzëna, fëmijët dhe personat me sëmundje kronike. Autoritetet shëndetësore bëjnë thirrje që këto kategoritë vaksinohen, pasi kjo mbetet mënyra më e mirë për mbrojtje nga gripi. Shohim tani zhvillimet kryesore nga bota. Partia Moldave në pushtet pro-BE-s ka fituar shumicën e votave në një garë vendimtare të zgjedhjeve parlamentare, të cilat do ta përcaktojnë të ardhmen politike të vendit. Partia qeverisës e pro-bashkimit evropian në Moldavi pas korri një fitore të thellë ndaj rivalit të saj me prirje ruse në zgjedhjet kyçe parlamentare, sipas rezultateve të SHN-s, një mbështetje përpjekjes së Moldavisë për t'u bashkuar me bllokun dhe për t'u shliruar nga orbita e Moskës. Performanca e fortë të dielën nga Partia e Veprimit dhe Solidaritetit të presidentes Maja Sandu kundër bllokut të ashtu quajtur patriotik do t'jetë një lehtësim për qeverinë dhe partnerët e saj evropian, të cilët e kishin akuzuar Moskën se po përpiqej të ndikonte në rezultat. Sondazhet para zgjedhjeve e vendosnin pasin dhe bllokun patriotik në barazim, me asnjërin që nuk kishte gjasa të arrijë shumicën, ndërsa me pothuajse të gjitha votat e numëruara, pas fitoi 51.1% kundrejt 24.2% të bllokut patriotik, që kishte kërkuar të afronte Moldavin me Moskën. Fitoria tani i lejon qeverisë të shtyjë përpara qëllimin e saj për antarësim në Bashkim Evropian deri në vitin 2030.
Gjithashtu kjo e kursen Moldavin nga pazarllëku politik që kishte kërcënuar të sillte më shumë paqëndrueshmëri pas asaj që zyrtarët e përshkruan si një fushatë ruse për të dëmtuar zgjedhjet dhe kursin e Moldavisë drejt Evropës. Moldavia ka gjithashtu një enklav separatiste pro-ruse të quajtur Transnistria përgjatë kufirit të saj me Ukrainën me një prani ushtarake ruse. Banorët në këtë enklav kanë pasaporta moldave, por shumë prej tyre janë fuqimisht pro-Moskës. Zonja dhe zotrin, të gjitha informacionet ju mund t'i gjeni në rrjetet tona sociale dhe në rtklive.com. Do të takojmë i bashkë në edicionin qendror në 19:30. Ju falenderoj për vëmendjen. Mirupafshim.